Pas një muaji të shoqëruar me lutje dhe devocion ndaj Zojës së Këshillit të Mirë, besimtarët e Krishterë në Shkodër mbyllën muajin maj, kushtuar nënës qiellore. Me shashet në Bazilikën e Zojës u kremtua nga arqipeshvi Giovanni Peragjine, ndërsa një moment i veçantë ishte marrja e sakramentit kresmimit nga 6 të rinj. Kisha eshte do të jetë gjithmonë në mision. Do me thënë, jemi të dërguar për të dalur, për të ungjerizuar, për të predikuar, për të dëshmuar. Një kishe gjallë është një kishe në të cilin antarët e saj, do me thënë ne të krishterë, dëshmojmë me gjallëri besimin tonë. Shpesher edhe ne nuk e dim cili është vullneti e Zotit, çfarë Zoti dëshiron për ne. Ne dëshirojmë të kryejmë vullnetin e Tij, por shpesher nuk e dim, nuk e ndallojmë, nuk e kuptojmë. Ja tërë dhurate i Shpirtit Shenjtë, dhurate e Këshillës e bën njeriu të dëgjueshëm ndaj vullnetit të Zotit. Ndihmon besimtarët të mos mbështetet vetëm të arsyetimi apo dëshirat e veta, por e hapet ndaj dritës hyjnore për të vepruar në të mirë. Duke përfunduar këtë muaj e majt, me zemër mirënjohës për gjithë shka që Zoti nëpërmjet Marisë na ka dhuruar në këtë muaj. Maria na ka shoqëruar për gjatë rrugëtimit. Sot neve Maria na lën një porosi. Bëni gjithçka që ai do t'ju thotë. Bëni gjithçka që ai do të thotë. Dhe ajo që Jezusi na thotë përmes Shpirtit së Shenjtë është kjo: të jetoni në dashuri njëri me tjetrin, të falni, të sillni paqe, behuni dritë e botës. Kjo është dëshmia jonë në vëllezër e motra, që të jemi atje ku jetojmë, dëshmitar të Zotit, dëshmitar të Krishtit i gjallë në mes nesh. Në mbyllje të këtij muaji, rektori i Bazilikës Dom Artur Jaku falenderoi besimtarët që çdo ditë janë bashkuar me meshëve të shenjta, falënderimeve dhe lutjeve ndaj nënës së Këshillit të Mirë, pajtores së Shqipërisë. Maji është muaj që i kushtohet Zojës, është koha që çdo krishter ja kushton bashkimit më të ngushtë me nënën e të gjithëve, e cila i prind tek Jezusi.